dëshiron begati në jetë, bekim në çdo veprimtari tënde, lidhur me Kur'an. Kur'ani është i begatshëm në vetvete, sepse buron nga i begatshmi absolut. Allahu çfarë thot në librin e tij? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Këtë libër që ta kemi zbritur ty jo Muhammed, i cili është i begatshëm. Derisa Zoti po e potencon që ky libër është i tërë i begati, atëherë askund përpos tij nuk mund ta gjejmë begatin maksimale. Kjo begati arrihet atëherë kur ne e lexojmë atë me përkushtim, e meditojmë atë, e aplikojmë në jetën tona. Begatia e Kuranit nuk arrihet përmes vendosjes së tij në raftat e librave tanë, apo në makinat tona. Por atëherë kur ne hymë në këtë komunikim që Zoti ka përzgjedhur, me të cilin neve na ka dhëruar jashtëmase. Nga se Kurani realisht është komunikim i drejt për drejt i Zotit me ne, si besimtar të tij. Begatia e Kuranit është aq e madhe sa që Allahu i Madhërisht ka premtuar se kushdo që e mëson librin e Zotit në një grup njerëzish, në një prej shtëpive të tij, me ijtama qaumun fi bejtin min buyutillah, nuk grumbullohet një grup njerëzish në një prej shtëpive të Zotit, yetluna kitab Allah, të cilët e lexojnë librin e Allahut, wa yatadarasunahu bainahum, dhe mësojnë atë mes vete, illa nazalat alayhimus sakina, vetëm sa atyre u zbret qetësia. Kur më shumë se sa sot nuk kemi qenë të nevojshëm për qetësi shpirtërore. Njerëzit janë duke vuajtur me strese të ndryshme, pikërisht për shkak se janë larguar nga libri i Allahut. Ndërkaq libri i tij është promotori kryesor i të gjitha vlerave shpirtërore, e mbi të gjitha i bekimit dhe i begatisë së qetësisë. Prandaj pejgamberi i Zotit na tregon alayhi salam se përmes Kuranit arrihet qetësia. Pastaj thot: "Wa ghashiyatuhum ar-rahma", dhe do t'i ka plejë ata mëshira e Allahut. Kush prej nesh nuk ka nevojë që të mëshirohet nga Zoti i tij? Sa gabime kemi që i dimë që nuk i dimë, që i veprojmë në fshehtësi apo në publik, por që Zoti përmes librit të tij na mëshiron dhe na mbulon. Wa haffatuhumul malaika, edhe i përshkuajnë me laqet e Zotit, pra me një mbrojtje ekskluzive dhe speciale për ata që janë special për shkak se janë të lidhur me librin e Zotit. Dhe këtë në fund çfarë thot? Wa dhakarahumullahu fi man inda, dhe i përmend Allahu në audiencën qiellore. Nëse në audiencën toksore përmendesh ka një njeri me vlerë, ka një njeri me famë, ka një njeri me ndikim në glob, dhe ti ndihesh krenar, si është fjala me mbretin e gjithë mbretëve, me krijuesin absolut, i cili të përmend ty dhe çdo kë tjetër për besimtarëve që e lexojnë dhe mësojnë librin e tij në audiencën më fisnike qiellore, në pranim e melekëve më të dashur, si Gjibrail, Mikail e të tjerë, emri yt dhe i prindit tënd, si rjedhoj e lidhjes tënde me librin e Allahut. Qofshim për atyre që e arrin këtë begati. Allahu ju shpërblet.